Me 89 vota për, prej të cilëve 20 nga shumica e Badinterit, kuvendi zgjodhi Faton Selamin, avokat të popullit. Këtë detyrë do ta kryej në 8 vjetët e ardhshme. Për propozimin e Vlenit, që ishte bllokuar disa muaj në kuvent, votuan 14 deputet të shumicës parlamentare, respektivisht 11 nga Vlen dhe 3 nga VMRO-DPMNE. Mbështetje dhanë edhe 2 deputetët e LSDM-s, Fatmir Bytyqi dhe Mitko Trajçulevski, deputetët e larguar nga Fronti Evropian, Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilias, por edhe 2 deputet nga Partia e Majta. Këta 20 deputet përbëjnë minimumin e numrit të përgjithshëm të deputetëve nga shumica e Badinterit, që gjithsej në kuvent janë 39. Zgjedhja e avokatit të ri të popullit u bllokua pasi që shumica parlamentare nuk i kishte votat e shumicës së Badinterit, ndërsa opozitaria BDI refuzonte ta mbështesë Selamin. Arsye sipas BDI-s ishte biografia partijake e Selamit, i cili kishte konkuruar për këtë detyrë pas aktiviteteve aktive dhe pozitave të larta në Partinë Alternativa. Faton Selami gjatë periudhës së kaluar, përveç se ka qenë antar aktiv në Partinë Alternativa, ka mbajtur edhe poste të larta partijake. Në vitin 2022 ishte bartës liste i Alternativës për Tetovën, ku shërbeu si këshilltar i kësaj partie deri në tetor të këtij viti. Zgjedhja e Selamit pritet që të zhbllokojë institucionin që tani më disa muaj po punon me kapacitete të kufizuara.